A e kuptove ti se ke ardhë me një islam që thot pejgamberi Allahut, ka marrë me një din, me një fe tolerante, fe të lehtë. S'ka fe më e lehtë se feja islame, për disa arsye. E para pe aty, kjo është bukuria e Islamit, se feja islame është feja e natyrës, e natyrshmërisë. Çka ka në fe që njeriu i zakonshëm normal që nuk përputhet, nuk përshtatet me ta? Hajde trego. A ki gjetë diçka në fe që njeriu normal nuk mund të përballojë? A ki gjetë diçka në fe? S'ka. Kja në fe e natyrshmërisë. Se çdo fëmijë lind natyrshmërinë e pastër të Islamit. Natyrshmërinë e pastër. Do të thonë përputhet ajo që ka ardhur Islami me atë që Allahu ka kriju ti. Çdo sen që Allahu ta ka bën haram, është e dëmshme për trupin tënd. Sa i ka pasi në oti ti. Se Allahu të ka nderu me men, so çudit në unë. So shpenzojmë në fëmijët kur të fillojnë ato, do thonë fëmijët për shembull nuk janë të aftshëm, psikikisht i bardhin për psikologë, në për mjek, në për neurolog apo. Pastaj ki në kësham si të vene, viskin me vete. Ta në tavolin, mi hub mente vete. Para me dojtë më tërë. Sa baje pare me ble men, në kësham je pare me hub men. Tregon Islami çka ka ardhur diçka që nuk përshtatet me ti. Hajde. Cilën çështje e ki pa në Islam që nuk përshtatet me din nëshmëri. Ndërsa të qertë a ki pa diçka që i përshtatet me natyrshmëri. Për shembull, ibadeti më i madh te krishterët është mos mu la. Ma parcavelin dunjo që e shef, ai që ka arrit 10 vjet mos mu la, kia është njeri më i devotshëm. Ai që smer të haret kur njët, ki tekvallëkin në qele ko. A që si tekvallëki po do t'ja. A që kja është islamiot. Ai që si lo në durët kur hiq, dimi lo. As ftirën e vetë, as sit e vetë, as durët e vetë. Aja është njeri asket, murë, ma parcaveli. Ma gjablokin është aj murgi ma i mëdh. A kjo feja? Pra ta thë elhamdulillah o Zot që më ki bo musliman. Pse neve Allahu Azza wa Jalla ne ka obligu që prindit mi këshirën apo në shtëpitë tona, kurse të qerti ka thonë lej ku dush. Kjo është qëlla është me natyrshmërinë pajtohet më shumë. Ajo në atin na i kena fqin se Islami na ka porosit mi pastru dhomët ton, me i pastru dhomët ton, me pastru trupin ton, me pastruan salonin ton, me pastru borrin ton, me pastru dhe sokakin ton. A kjo është natyrshmëri apo kundër natyrshmërisë? Cila be civilizim? Kush për në neve që të të rim, kur s'kanë dit në përëndim, deri frikë s'kanë pas banjë në përshpije. Ato për neve kanë mund. Pastaj në i kanë kopiju atë kopi pas. Një banjë, një mahal. Për para kishte a kopdojnë gjdo banjë në përdhoma, apo se kishte turp. Të ishin e mamgjik, apo? Të thonë që i mora dhoma, po pëtonë, kur ta martoj gjallin punën e parë me ne që ma më gjikin, apo? Ta që jo, mora s'ka nevoj. Me mi gjallar, me kejt, me një banjë. Për shka këse më Zvicër, që shto ishtë? Po Zvicër s'ka pas heq. Islami nga ka porosit se nona a pjesë e jetës tonë. Pastaj një Amerikana që ngritën përëndim, mirë që ka bon, s'ka bon keq, po thamë keq. Da që dhe ka drish lipën drejtët e grafë, drejtët e nonëve, dhe ka arrit një ditë, 8 marsin a i thëjmë. Atë ka qenë 21 marsin, ndryshon për vendit, po 8 mars na i thoj me aqu një lullë. Pse një lullë, se në vetë shumë e ka dash 20 vetë se ka vizitu.
I kanë praktis nonat, prindrit, mësuesin e kanë praktis, e kanë vlerësu. Ani, s'ka problem, dita mësuesit e atin. Te na dita mësuesit e tanë jetë.